2016, cila është thirrja kryesore e protestës? Është përsëritja e zgjedhjeve, zgjedhje të qeverisë teknike, apo cila është thirrja kryesore, pyetja e parë? Tani, siç i shifni dhe po i ndiqni dhe unë përgëzoj mediat për raportet që kanë bërë, disa për tyre shumë të çmuara dhe shumë të guximshme. Ne nuk bëhet fjalë kurrë që të pajtohemi me këto zgjedhje. Jo. Harroj kush. Ne kemi bërë gjithçka në përputhje me ligjin, sa në takonte ne si opozit, që Shqipëria të ketë zgjedhje. Tani opozita ka detyrat që do t'i përmbush me shumë dinjitet, me shumë vendosmëri. Protesta e datës 16 është një protest në emër të një populli që votën ja dikton revolja pas kokës, si që ka ndodhë në Peshkopi. Që votën ja dikton Poja, ja dikton Suelçela, ja dikton Bredi Xhabafti, ja diktojnë Fir, ja diktojnë bandat të katër anët e vendit. Miq që vinë do të ndëgjojnë zëri një populli që kërkon të votojë lirë dhe që një tiran, një narkodiktator, nuk i lejon ata, por përdor të gjitha mjetet e dhunshme për të rrëmbyer votën. Ka krijuar shtetin monstër elektoral, para gjithë botës, para jush, para gjithë botës, për të shtypur vullnetin e qytetarëve. Ky është fillimi i një betejë e cila s'ndalet më. Pyetja e dytë, ka ende... Pra, edhe një herë, doradorës do formulohet e gjithë strategjia, por zgjedhjet të cilat blihen në mënyrë të tillë nuk ka partoka. Të çosh zarfin me 100 euro, të falësh 2 ditë para zgjedhjeve 200 milionë, të japish licenca për mbjelljen e miliona rrëjve kanabis për votë, të aktivizosh bandat, siç është evidentuar në qytetet, të bën thirrje për konflikt dhe destabilizim. Por ne çështja jonë është, lufta jonë është për votë. Ne nuk mund ta imponoj kur në këtë mënyrë. Jemi forcë politike sovrane. A ka gjë më të turpshme? Shkoni shifni kutin, si në Korenë e Veriut. 99.6% vota për Partinë Socialiste nga diaspora. A mund të pranohen këto? Por të mos u thënë se ne po dokumentojmë gjithçka, jemi në proces dokumentimi. E mbyll, duke shprehur mirënjohje të pakufishme për gjithë ata që kanë votuar. Dhe ftoj që të dalim zot votës lirë. Zoti Berisha, ky proces, kundërshtimi i këtij procesit zgjedhor do të jetë paralelisht me një proces të brendshëm të Partisë Demokratike?